Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa afdalu salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Gjithmonë vetëm Allahun falenderojmë dhe prej atij ndihmë kërkojmë. Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me salavate e përkujtojmë dhe lutim Allahun xhelle shanuhu inshallah që të na bën të mundshme që në ditën e Kiametit të jemi nën kujdesin e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur çdo pejgamber do të dalë në krye të ummetit vet dhe Muhamedi do të jetë në krye të këtij ummeti. Këto ajete të cilët që lexova në suratul Baqara, prej ajetit 156, 157 dhe 58, një përkujtim për javën që kaloi. Me atë që të gjithë e ndjem atë dhimbje, ajo që ndodhi në Shkup dhe në rrethin, dhe prandaj duke i përkujtu ato dhe na këtu që jemi sot me fjalët e Allahu xhelle shanuhu, ku Allahu në Kur'an na thot wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi. Në gjithësi, në përgjithësi Allahu xhelle shanu thot do t'ju sprovojmë me diçka. Mirë po ajo që quhet me diçka, Allahu xhelle shanu na sqaron dhe na thot nga frika. Wal ju'i dhe uria, untia, edhe me humbje të pasurisë, po edhe të jetës, edhe të fryteve. Tani Allahu xhelle shanu thot dhe ti, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përgëzoj durimtarët. Ato që durojnë përgëzim prej anës Allahut kanë, se Allahu do t'ju ndihmon. Allahu kudo që janë musliman të rrezikuar u ju ndihmoft, po ndihma e Allahut është konkret fjala e tij, urdhri i tij, se si na mëson të ndihmomin mes vetit, dhe ata që ndihmojnë njëri tjetrin, le ta dinë se Allahu atyre u ndihmon. Të nderuar, gjatë leximit të këtij ajeti me tekste veçantë u përmend frika. Se Allahu thotë do t'ju sprovojmë, po me frikë. Normalisht në atë gjendje të parë të katastrofës që ndodhi, ato njerëz në ato mjedise ku kanë qenur, çfarë tmerri kanë përjetuar dhe çfarë frike kanë pa. Shumë prej tyre më tepër janë tmeruar dhe aq tepër janë frikuar. E kjo frikë përmendet në Kur'an se Allahu xhelle shanu do t'ju sprovojmë sot edhe me frikë. Velgju, tani dikush kanë kalu 24 orë, 40 orë dhe ma gjatë, nuk kanë pasur kur gjohë që ka të hanë, për pos frikës edhe uria. E treta, wa naqsim min al-amwali, dhe
humbjet e pasurisë. Sot, elhamdulillah, që jemi solidar dhe humanitar dhe duhet me qenë ma tepër se sa sot kur të ndihmojmë aty ku ka nevojë të ndihmojmë, po ata të cilët që humben shumë. Këtë e kemi pa të gjithë. Allahu Gjelleshanu thot dhe humbjet e pasurisë, e cila është çështje me të cilën ekziston dhe jeton njeriu. Po jo vetëm kaq, dhe humbjet e jetës. Sa fëmijë, e gra, e pleq, e dhanë jetën e tyre në këtë katastrofë dhe kaluar për në ahiret. Po Allahu Gjelleshanu përmenden edhe frutet të cilët me të vërtet që ishin në përpejem të ndryshme edhe ata u shkatëruan. Me këtë ajet që lexova, duhet një përkujtim të nderuar se Allahu Gjelle Gjelaluhu na porositën me durim. Dhe thot, dhe beshiris sabirin, ato që i gjen diçka nga kjo që u përmend më lart, qoftë frika, qoftë untia, uria, qoftë humbja e pasurisë, qoftë humbja e njerëzve që i humbin më të dashmit e familjes, qoftë humbja e fryteve, dhe ti duron dhe të Allahu Gjelleshanuhu prej ati ndihmë kërkon. Allahu thot përgëzoj oj dashmije Muhammed, përcjell ju atyre përgëzim si hariq nëse janë durimtar. Durimtarët çdo vështirësi e kalojnë me lehtësi. Jo durimtarët kur gjo ma te për sumrin, vetëm se nuk fituan nga jo që duhet të durohet në momentet e para. Dhe prandaj Allahu na bëf durimtar, ja Rabbel Alamin. Të durojmë e të ndihmojmë. Durim në ndihmë, jo durim duke ndetur karshi dhe të jesish vetëm të bëjsh se hirë se si që ka ndodhen me ta. Dhe inshallah Allahu Gjelleshanu na jep forcë, moral, zemër të shëndosh, që të jemi në ditët e vështira me njerëzit të cilët që gjenden në fatkeqësi dhe kanë nevojë për ne. Prandaj ato të cilët që Allahu Gjelleshanu thot përgëzoj durimtarët, kur ata i godet ndonjë e papritur, askush nuk e pritte, të nderuar, njerëzit përgatiten për darsën, po nuk përgatiten aq shumë edhe për vdekje. Njerëzit përgatiten për ndërtu, a mos e mund shkatërrohet shumë pak përgatiten. Mirë po një gjo, kur i godet ata ndonjë e papritur, kësa i thonë musibe. Musibet vjen diçka që ti se pret. Besimtarët e denjë, ehli iman, ato që i takojnë Kuranit, azimushan, e kanë parimin në Kuran, që gjithmonë ndëgjoni, çka thonë? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Qoftë frika, qoftë humbja në njerëz, qoftë humbja e pasurisë, në të gjitha këto momente ata thonë, të Allahut jemi dhe të Ai do të kthehemi. Prandaj gjithçka ka në këtë jetë bashkë me ty i takojnë Allahut. Pse Ai nuk ndryshon dhe Ai për pasuri nuk ka nevojë. Ndërsa na të nderuar kemi nevojë për pasuri, kemi nevojë për shtëpi, kemi nevojë për shëndet, kemi nevojë për siguri, dhe prandaj muslimani jeton me fjalën e Allahut dhe thot inna lillah wa inna ilaihi rajiun, te Allahut jemi dhe te Ai do të kthehemi dhe tjetër drejtim nuk ka. Mirë po ata të cilët në këtë formë veprojnë, ata që kështu besim kanë, një gjë duhet kur mos të harrojnë. Çka është ajo që duhet mos të harrojnë? Allahu Gjelleshanu thot ulaike alejhim salavatun min rabbihim. Se ata të cilët në këtë formë paraqiten në momentet e vështirësisë më të madhe dhe të krizës që kanë, dhe thonë të Allahut jemi dhe taj do të kthehemi, Allahu ju premton atyre dhe thot ato thot i pret bekimi i Allahut, salavatun min rabbihim.
Kur thuhet salavatu min rabbihim, aty çdo e mirë prej anës Allahut përgatitet për t'i ardhur atij i cili në momentet e vështirësisë mbështetet në Allahun xhelle shanuhu. Ulaika alayhim salavatu min rabbihim wa rahme, dhe rahmeti dhe mëshira Allahu xhelle shanuhu do të jetë mbi ata të cilët që durojnë dhe te Allahu mbështeten. Këta janë ata të cilët janë në rrugë të drejtë, se ndryshe të nderuar, si do që të mendojmë nuk fiton. Mirë po, muslimani besimtari nuk guxon të jetë i pakujdesshëm. Gjithmonë duhet të jetë i kujdesshëm se si je tash nuk mund të jesh më vonë. Dhe atëherë kur je mirë dhe kur i ke gjitha të mirat të Allahut, mos i harro ato. Përkujtoj ato. Allahu xhelle shanuhu në Kur'an na thot: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Të ka dhënë Allahu shëndet. Përkujtoa thuaj elhamdulillah, falënderimi takon ty o Allah që më dha këtë shëndet. Të ka dhënë Allahu pasuri. Falëndero Allahun dhe me pasurinë tënde ndihmo atyre që kanë nevojë për të ndihmuar. Ka dhënë Allahu shumë të mira, me marrë ti numërojsh, nuk mund t'i përfshish. Prandaj të nderuar, këtu jo vetëm për këto të mirat që Allahu na i ka dhënë që janë të shumta, nuk mund t'i numërojmë, po duhet t'u përkujtoj, edhe në mes njerëzve, kur dikush ta bën një të mirë, falëndroa Allahun, po edhe ati thuj Allahu ta shtoft mirën që ti më ndihmove, ose që ti më bëne këtë mirë. Mos u bën prej atyre që gjithmonë ta shofish pikën e zezë në letrën e bardhë. Të mirat e Allahut janë të shumta. Kjo është e letra e bardhë. Në mes letrës bardhë ka një pikë të zezë. Dhe me të pyet dikush çka shef ti këtu, çfarë kishe thonë? Shoh një pikë të zezë. Po gjitha ajo tjetra që është e bardhë, tani dikush, qoftë vëlla, qoftë prindër me fëmijë, fëmijë me prindër, burr me grua e anasjelltas, 100 mira ja bën, në një moment nëse ga bën, thot kur mirë prej te s'kam pa. Dhe gjithmonë ja numëron atë pikën e zezë. Po në atë letrën e bardhë që gjithë jeta ka kalu me të mira t'u ndihmu, tani ti vetëm atë pikën e zezë e shef. E prandaj të nderuar, na elhamdulillah i takojmë Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe këtij Kurani. Na besojmë Allahun xhelle shanuhu. Gjithmonë kur të vjen diçka që quhet fatkeqësi e papritur, kujtoj të mirat që Allahu t'i dha. Sa të mira përjetove në këtë dynja, sa kënaqësi e lumturi përjetove në këtë dynja, tani do rish vetëm te ajo pika e zezë dhe do thuash kam gjeti mu? Dhe kjo është e pika e zezë me fletën e bardhë, gjithë përfshirëse, mendoni shumë dhe mirë një mësim. Dhe nëse dikush do njëherë të hidhron, mendoj sa të mirat ka bo, mendoj sa herë ty të ka knaqur me diçka. E tani jo se më ka hidhru shumë. Dhe gjithmonë aty të rinë se shejtani e mban njeriun të ajo pika e zezë, të ajo e keqa që të ka bo një herë, që t'i harrojsh gjitha ato të mirat që i ki përjetu gjatë jetës tënde. Dy vëllezër jetojnë bashkë, rriten bashkë, ngritën bashkë, punojnë bashkë, ndërtojnë bashkë, gjithçka, por një moment nuk janë bashkë. Dhe gjithmonë aty rrimendja, jo të ajo pika zezë. Subhanallah, Allahu na mëshiroft, Allahu na udhëzoft, Allahu na dhash që të marrim mësime nga këto ajete që i lexojmë dhe nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, të cilët janë të shumta që edhe vetë Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam në shumë rast s'te ka vujtur dhe ka përjetu mundime të mëdha. Mirë po, Allahu xhelle shanuhu e përgatiti që të jeti mëshirshëm, e përgatiti
që ma shumë të falje se sa të hakmirët. Ishte Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përshkruar në Kur'an që Allahu thot vama arsalnake illa rahmatan lil alamin, se ty të kam dërguar mëshirë për mbar gjithësinë. Gjithçka Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte i mëshirshëm, se Allahu kështu e përshkruan, se unë ty të kam çuar mëshirë për gjithçka. Allahu na mëshiroft ya rabbel alamin. Po Allahu na bët për atyre që të jemi të mëshirshëm, të dhimbshëm njëri ndaj tjetrit, dhe nëse dikush ndaj teje gabon, gjithmonë ktheje ka kundërta dhe shiko sa të mirat ka bë. Sa herë të ka dhënë selam, sa herë u ka lutë Allahut për ty, ndeshta të njerë dhe lotët i ka rrjedhur për ty. E tani në një moment njeriu, nuk them se nuk është i pagabushëm, gabon njeriu, po tani ai që gabon dhe falje kërkon, falja. E ti nëse ja falen, du të di se edhe Allahu ty të falen. Këto janë disa parime, disa rregulla të cilët na mësojnë nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, dhe këtu të nderuar duhet t'ju tregoj prej një hadith të pejgamberit, prej Xhabirit radhiyallahu anhu, thot kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi dhati riqa. Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam bashkë me shokët e tij u nisën për të një fis, për ta çliruar atë fis, për ta hequr nga errësira atë fis, për ta edukuar atë fis, dhe quhet dhatur rika për shkak se mundimet mëdha kanë pas gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Hazreti Muhamedi thot këmbët për shkak se shkilshin në zall dhe në gurzi, po i lidhen me dysa arna, dhatur rika i thon arnat, dhe kështu u quhet edhe ky udhëtimi i Hazreti Muhamedit alayhi salatu vesselam. Dhe në një vend pejgamberi alayhi salatu vesselam, ku kishte shumë drunj, shumë pemë, kishte nevojë për pushim ai dhe shokët e tij, dhe të gjithë u ndan nga një hije, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ul në një hije të pushoje. Një dru thot i cili ishte me gjemba shumë, me thera shumë, dhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pushon dhe e merr gjumi. Njëri prej mushrikëve e ndjek dhe e përcjell se ku do të jetë dhe ku do të ulet dhe ku do të pushon pejgamberi, dhe i shkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja merr shpatën e tij, dhe tani pejgamberi i çelën syt, kur e shef ai me shpatën në dorë, dhe i kërcënohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thot: "Të khafuni", thot më kje frikë o Muhammed, se tani ja, unë shpatën në dorë, ti je poshtë për toke. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i mbështetur në Allah, i cili nuk kishte luhatje në besimin e tij, dhe Allahu për atyre na boftë ya rabbel alamin. Dhe i thot, jo, thot, asesi nuk të kam frikë. Faman yamna'uka minni. Fjala tjetër që të gjithë duhet ta kuptojmë dhe ta përjetojmë dhe ta përsjellim dhe ta mbajmë dhe të jetojmë me këtë fjalë, i thot, po kush do të mbrojë tash ty prej meje? Shokët janë atje duke fjetur, unë dhe ti jemi saltu, unë me shpatë në dorë, ti në tokë. Faman yamna'uka minni. Kush është ai që do të mbrojë ty prej meje? Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që mbështetesh që gjithmonë, asnjëherë nuk u hament, nuk mendoj ndryshe, po me njëherë i erdh nga mbrëmësia dhe tha: Allahu do të mbrojë. Mos harroni të nderuar, në çdo një moment kudo që të gjendeni, nëse u paraqitet doni rrezik, mos harro kujt i drejtohesh. Thirrë atë që e ki afër teje. Dhe kështu që Allahu në Kur'an në thot: përmendni Allahun sikur që i përmendni baballarët e juaj, au ashadda dhikra, ose dhe ma fort. Ka momente gjithmonë njeriu e përmenden nonën. O non, ndryshe nuk di. Pse ajo gjithmonë ka qenë më afër fëmijës dhe më dhimbshme për fëmijën. Por rallë për mall e përmenden babën.
Po kur e përmendën babën? Veç kur e shef se dikush më i fortë e sulmon, atëherë thot o bab. O babë dhe e thret babën me gjithë zemër, hec babë ndihmom. Allahu Gjelleshanu thot përmende Allahun, po si përmendni baballarët e juj, ose ma fort, edhe ma rënd. E tani të ndëruar, vinë momente prindit nuk i ke, vinë momente kush nuk ka mundësi të ndihmoje, po ai që është gjithmonë me ty, është Allahu. Dhe këto raste, shumë kush i kemi përjetu, i përjetojnë, i përjetuar vllazit tanë, që në ato momente të tmerrit më të madh nuk ishte tjetër nga ato që besojnë, vetëm se thoshin o Allah, ti na ndihmo. Allahu na ndihmo ya Rabbel Alamin. Dhe në momente të rrezikshme kur njerëzit lëndrojnë në ujë ose fluturojnë në ajër, dhe nëse vjen ndonjë rrezik, nuk kujtohet ndryshe prej kujt kërkojsh ndihmë, po vetëm kërkon prej atij që mund të ndihmoje. E prej kujt kërkojmë atë ndihmë? Allahu i na bëf prej atyre. Allahun ta besojmë dhe gjithmonë atë ta falenderojmë dhe kur mos ta harrojmë, dhe Allahu në momentet e vështira nuk na harron. Kjo është ajo porosi. Prandaj të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa këtë me shpatën në dorë dhe i thot men yamnauka minni, kush është ai që të mbrojë tash ty prej meje? Çka i tha? Allah. Thoni Allah. Allahu në ndihmon në dynja dhe në ahiret ya Rabbel Alamin. Si e ndëgjoj këtë fjalë kur i tha Hazreti Muhamedi Allah, po ishte bindje, ishte shpirt, ishte zemër, ishte lidhje. Dora ju dritë shpata i ranë tokë. Dora ju dritë shpata i ranë tokë. Atëherë Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam e merr shpatën dhe thot po tani me ty çka do ndodhje? Tash ti që nuk e beson atë që unë e besoj, ty kush do të mbroje? Nuk ju kujtue kur gjohë tjetër, se nuk besonte në Allah. Ishte mushrik. Po tha, haj bëhu njeriu më i mirë që të ka ra shpatën dorë. Do me thonë, ti falem edhe mu këtë heri, o Muhammed. Kun hajre akhid. Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam, atë që gjithmonë kishte preokupim që njerëzit të shpëtoja edhe në momentet kur ata luftonjen, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot këtij: "Tashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah." Pasi ti tha se bahu njeri i mirë që të ka ra shpatën dorë, a do të dëshmojsh se veç Allahu tjetër nuk ka dhe unë jam i dërguar i tij? Qale la. Tha këtë se bëj. Jo, nuk do të dëshmoj, tha, dhe nuk do të pranoj Islamin. Por diçka të premtoj. Nuk mund, tha, unë të harroj këtë që ti të shsillesh me mu. Diçka të premtoj, o Muhammed, alla uqatilaka wala akuna ma qawmin yuqatilunak. Asnjëherë kundër teje nuk do të luftoj. Dhe asnjëherë nuk do të marr pjesë me ata që ty do të luftojnë. Ky ishte premtim. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi ky kështu ditit e gjindet dhe këtë kërkoi, tha bahu njeriu më i mirë që i ka ra shpatën në dorë, mos më sulmo dhe mos më dëmto. Ja lishoj rrugën, tha, urdhëro dhe shko. Erdhi te shokët e vet, erdhi te fisi vet dhe ju tha: kam ardhur, tha, prej një vendi, prej një njeriu që është më i miri njeri në rrezullin toksor. Shiqonje të ndëruar, mushrik që nuk besonte dhe nuk besoj. Mirë po, të vërtetën e tregoj, thot, unë vi prej një njeriu që është më i miri njeri në rrezullin toksor. Allahun e falenderojmë që na ka bërë jemi ummet i tij. Thoni elhamdulillah. Më i miri njeri në rrezullin toksor. Dhe kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto hadithe që i lexojmë na mëson edhe në momentet e vështira Allahun mos ta harrojmë. Gjithmonë prej atij ndihmë të kërkojmë. Nëse jemi të sinqert në kërkesën tonë, Allahu e realizon. Të nderuar,
normalisht dikush shumë herë e keq përdoren të mirën e Allahut që e ka dhënë. Islamit, fesë islame, nga 3 kategori i vjen e keqja. Çka janë këto 3 kategori që i vjen e keqja? Që duhet ballafaqohemi gjithmonë. Njëri quhet xahil, ignorant, i padishëm, nuk din dhe gjithmonë islamin e dëmton dhe kundër islamit lufton dhe gjithmonë mirët me islamin që ja ku na çon, ka e prapë na çon. Jo, të nderuar, gjithë duhet ta dimë se feja islame është drita e Allahut. Feja islame ju ka drejtuar njeriut dhe logjikës e njeriut që ai me këtë feje të jetoje i kënaqur i lumtur në dynja dhe të shpëtoje në ahiret. Dhe islami është e dielli. Dielli do një rrezet e diellit edhe baltës i bien, por nuk përlonget. Sa do dikush që don ta dëmtoje islamin me sjelljen e vet, me veprat e veta, një gjë do ta dimë të gjithë se nuk ka shansa se është prej Allahut. Është prej Allahut dhe është aq tepër i pastër i qiltërt që na me këtë islam, elhamdulillah, sot është feja me të cilën miliarde njerëz në botë jetojnë, punojnë, veprojnë, kalojnë prej kësaj dynjaje me islam. E Allahu në Kur'an na thot: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jetoni me këtë islam dhe vdisni musliman. Allahu prej ty na poftë ya Rabbul Alamin. Po islamit dëmi i vjen nga njerëzit e paditshëm. Ata duan islam ashtu si ju pëlqen dhe ashtu sa mund ta kuptojnë ato dhe dikush që i manipulon dhe i drejton kundër islamit të veprojnë. Dhe ky quhet xahil, ignorant që nuk e din të vërtetën dhe prandaj e dëmton islamin në këtë formë. Dhe haqidun, dhe i dyti është njeriu i cili që e xhelozon nga inati që e ka dhe gjithmonë kundër asaj të mirës lufton. Dhe i treti është njeri i cili me mendjen e tij, me logjikën e tij, ka ngulen për diçka që nuk është e tij dhe merr vendime të menjëhershme që e dëmton fjalën e Allahut, që e dëmton islamin. Mirë po, thash se islami nuk dëmtohet, po muslimanët aty këtu shohin një të keqe. Preokupimi jon me këto 3 kategori duhet gjithmonë të jetë permanent. Me të parin duhet ta mësojmë. Dhe prandaj arsimtarët në të gjitha mënyrat, në fe dhe në çështje shkencore, preokupimin një e kanë diturinë ta mbjellin. Të ata që mësojnë dhe dinë, pastaj shumë lehtë kije me ati të komunikojsh dhe të udhtojsh dhe të hecish se ai ka marrë dije. A dija interesant se nuk i jepet gjunaqarit. Dija i jepet atyre njerëzve të cilët që kanë zemër të pastër, shpirt të pastër dhe Allahu xhaleshanu i kënaqen që në trunin e tyre, në psijen e tyre, në mendjen e tyre, në logjikën e tyre ekziston dija. Ato që kanë dije është një vërtet të ndëruar, el ilmu yad'u lil iman, se dija njeriu e çon në besim. Dija e vërtet, ato që logjikojnë me atë që dinë, vallahi besojnë. Besojnë se dija ndryshe nuk i çon. Dija çon në iman, dija çon në besim dhe kjo është e vërtetuar. Ai i cili që ka nga inati, nga mlefi, me atë duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm që të tërheqim vërejtjen. Po të mundohemi me fjalë të urta, me fjalë të mira, në forma të ndryshme ta udhëzojmë dhe këtu do të jetë suksesi. Nëse atë e lëm ashtu si është, e kemi marrë në qafë. Dhe prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e para dhe për ati që erë të sulmoje, tha dëshmo se Allahu tjetër nuk ka dhe dëshmo se Muhamedi është i dërguari i tij. E dyta që është shumë interesant,
Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam pasi se ai ka diçka vetdije, se tha kur nuk luftoj dhe nuk bën me ato që luftojnë, tha hes shko. Pra format se si duhet neve t'i shërojmë njerëzit e smun janë të shumta. Kur'ani na mëson, Allahu na udhëzon, fa idha bainaka wa baina alladhina adawa ka'annahu waliyyun hamim. Vjen momenti kur sjellja jote, mirësjellja jote, fjalët e mira të tua me atë njeri i cili që të sulmon, me atë njeri i cili që të kundërshton, vjen momenti që ai të bëhet shoku më i ngushtë i joti dhe më i afërm i joti për shkak se e shef urtësinë. Atyre që Allahu Gjellëshanuhu ju ka dhënë urtësinë në këtë dynja, ato i kanë të mirat të Allahut këtë dynja dhe në ahiret. Allahu na bot për atyre që ta përdorim urtësinë, ta përdorim mençurinë, ta përdorim logjikën, që ndrojmë me fjalët e Allahut, ti përdorim fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në të gjitha çështjet me të cilat jetojmë. Dhe në momentet kur na godet kështu si goditi javën që kaloi, edhe aty duhet të përdorim mençuri, mos ta keq përdorim, po përkundrazi të jetojmë me ata, të përjetojmë vujtjet e tyre dhe të ndihmojmë atyre, kështu do të fitojmë ndihmën e Allahut. Allahu xhaleshanu ato i ka sprovu, po jo se neve jemi të pasprovuar. Edhe na jemi në sprov, ta shohim se sa e ndijmë dhimbjen që e kanë ata, të shikohet se sa jemi bashkë me ta. Kjo është e muslimanët, kudo që gjenden të rrezikomun, tjerit dhimbjen e ndihen. Dhe prandaj të nderuar, sot inshallah, lut Allahun xhaleshanu që çdo kujt që jep diçka për Allah, Allahu t'ia shumëfishon ya rabbel alamin. Allahu thot në Kur'an: "Men dhalladhi yukridu Allah qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsut." Allahu thot, ata të cilët që uha i japën Allahut, që do thote, nëse ti jep në emër të Allahut, sikur me ja dhon uha pasurinë tënde Allahu xhaleshanu. Allahu garanton në Kur'an dhe thot se do t'ja shumëfishojmë ad'afan kathira, shumë fish do t'japën. Mos harro, këtu është një moment i tregtisë tënde. Ti çka jep për Allah, Allahu ta shumëfishon pasurinë tënde, ya rabbel alamin. Allahu pasurinë e muslimanëve në këtë formë shumëfishoft. Wallahu yakbidu wa yabsut. E pastaj Allahu xhaleshanu është ai i cili që jep dhe merr dhe ndalon, nuk të jep sa don. Varet prej niyetit tënd, varet prej sjelljes tënde, varet prej shpirtgjerësisë tënde që kije, dhe Allahu ya rabbel alamin na bëf prej atyre që të ndihmojmë në emër të Tij. Allahu na ndihmof në dynja dhe në ahiret, dhe atyre që janë në vështirësi, Allahu ju lehtësoft, dhe na duhet marrim pjesë aktive që të ndihmojmë atyre që u lehtësojmë këtë barë që ata kanë. Sot normalisht këshilli i xhamis do të jenë në derë të xhamis me apelin që e keni dëgjuar të gjithë, është një aksion që duhet të ndihmojmë ata të cilët që janë në gjendje të rrezikshme dhe që vuajnë në këto ditë dhe në këto momente. Wa akhiru davana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yeah.